Petrit Vasili më është bashkuar në studio. Zot Vasili, faleminderit. Është kënaqësi. Po nisim bisedën edhe nga profili I ish ministrit të shëndetësisë, me atë që ka qenë ngjarje e këtyre ditëve, një projekt ligj I qeverisë për krijimin e një shoqërie shtetërore që do të marrë në administrim pothuajse të gjithë zinxhirin e furnizimit me barna dhe pajisje mjekësore. Unë kam parë që keni reaguar edhe në rrjetet tuaja sociale. Më thoni së pari, sepse ju e keni lexuar draftin, ne nuk e dim akoma për publiku, nuk është bërë I njohur. Çfarë është kjo shoqërie shtetërore që propozohet nga qeveria dhe pse sipas jush nuk duhet ndodhi? Për të qenë të qartë cili do jetë objekti, nuk janë vetëm barnat, pajisjet, po janë dhe materiale mjekësore dhe shërbime. Pra është një paket shumë e madhe. Kjo jo për të bërë politik për politik, por jo është thjesht dhe vetëm centralizimi I grabitjes, asgjë më shumë. Për çfarë arsye? Si mos mendoj dikush që tash kemi dëshirë të bëjmë patjetër polemike dhe po bëjmë. Jo, patjetër. Pak kohë parë keni dëgjuar që Edi Rama bërtiste gjëja për autonominë e spitaleve, apo e dëgjuat? Spitale autonomi. Edhe kjo është një gjë për shumë vitesh që këta vetëm e shkatëruan, se autonomia spitalore ka filluar që me spitalin e Durrësit në kohën që ishte kryeministër Ilir Meta, që me një vendim të iniciuar nga ai u dha autonomi dhe filluan elementet e autonomisë që në vitin 2000-2001. Ta e ricentralizuan, po vim pra dhe tek tendrat të centralizimit e shkatërimi I këtyre. Tani, pyetja e thjeshtë është kjo. Në të gjithë Europën ku jetojmë, ekziston një model I tillë? Përgjigjesh jo. Po ku e kemi marrë në këtë model? Ky është modeli I hajdutëve tash. Flasim se s'është mirë të themi edhe qytetarëve të fillojnë përditje me fjalë të bukura. Pse nuk aplikohet? Sepse sot jo po shkohet, por orientimi në natyrshëm është autonomi e strukturave sipas rajoneve përkatëse. Si ta themi thjesht, një rajon, po themi kot Shkodra, ka një kirurgji të zhvilluar. Apo jo? Ka dhe disa specialitete. Intereson të jetë kryesisht të orientoj barnat, shërbimet, pajisjet mjekësore, materialet e mjekimit gjitha, të një kirurgji se ka pikë force. Nuk ka të njëjtën specifik spitali Kukësit, apo jo? E vërtet. Apo ai Korçës, apo ai Vlorës. Cilat kanë specifika. Atëherë, çfarë bëhet? Autonomia çfarë do të thotë? Paratë që kanë në dispozicion, ti përdorësh në maksimumin e racionalitetit të mundshëm, pra të marrësh maksimumin e ato lek për të në të mirë të shërbimit. Kurse centralizimi më I dorë, çfarë do të thotë? Do të thotë që ti të tërë përgjegjësitë që duhet I marrësh çdo spital me vete, përpiqesh ti marrësh ti nga larg, që si kontrollon dot, që s'ke si mundësi, nuk jeti edhe në Kukës dhe atje, dhe ndërhyn kot. Pse? Pyetje shumë e thjeshtë. Mendoj qytetar më I thjeshtë. Nuk e bëjnë dot në Durrës, në Elbasan, në Vlorë, në Fier, ku doni, nuk I bëjnë dot procedurat e prokurimit për të blerë barna, pajisje mjekësore etj. Nuk I bëjnë dot. Atëherë, të gjitha ato mblidhen në këtë shoqëri shtetërore në Tiranë. Mblidhen në Tiranë, që të jenë një dorë, që ato kumullat e dardat edhe pjeshkët e çka ka merak Edi Ramat mos ketë asnjë të humbas vend gjitha tek zyra e tija. E kundërta pra thash do të ishte decentralizimi. Do ishte gjithmonë më afër, rrit përgjegjësitë, je realist për ato që bëhen në terren dhe praktikisht kërkon dhe përgjegjësi. Një ministër jep kompetenca apo kryeministër, jep kompetenca, jep fondet, jep autonomi dhe kërkon llogari për punët. Kujt e kërkon llogarin? Do të thonë barnat që zvin, pajisjet që blihen kot në kot. Duhet dini ka dhe gjë dhe për të bërë tendrat, duhet krijuar dhe grupet që I bën duhet jenë profesional. Patjetër. Mund të jenë kushdo që bleka dhe pajisjet dhe barnat dhe shërbimet dhe materialet mjekësore dhe të tëra. Nuk është e mundur. Se edhe brenda këtyre ka një specializim ngushtë që të harrihet edhe cilësia. Po këtyre nuk I intereson. Thotë, vëm një 6-7 kamikaze që nuk e kanë problem të firmosin, pavarësisht se pastaj vjen në burg këta, nuk vetë Edi Rama, edhe marrim paratë dhe I grabisim sikur se po ndodh sot. Se ju më thoni sot mua tani. Ky menaxhim ku ka çuar? Pse detyrohet një biznesmen privat të çojë kravatën onkologjike? Pse? Pse vjen këta? Ato kravate të gjitha bashkë nuk bën as 150.000 euro. Pra, në situatën ku është shëndetësia, kjo listë, ky projekt ligj është tjetër goditje po më thonë. Mbaruan, pse si është puna? Mbaruan një pjesë madhe me koncesionet? U grabitën me koncesionin I tufe madhe para? Tash duhet shpiku grabitja tjetër. Tani, ju si keni kuptuar draftin që keni lexuar që edhe këto koncesionet e shëndetësisë kthehen brenda kësaj shoqërie shtetërore? Gjëja më e çuditshme pandi.
Jo më çuditshme, gjëja më papranueshme është që kjo kompania shtetërore mund të hyjë si pjesëtare dhe me kompani tjera private. Private, po. Po tani të bëjmë pyetje, shteti kërkon të hapi gara ku të gjithë privatët të konkurrojnë dhe të marrin më të mirën, apo bëhet ai pjesë e tyre? Se ti po të dilje, të kërkohet të blije kamera për televizionin, të kërkohet gjithë kompanitë që e ofrojnë këtë gjë, të shikojë ofertën më të mirë, do merren më të mirë. E vërtet. Mund të blije në rregull që do bësh edhe ti ortak me njëra nga ato private. Sigurisht do bëje një lojë të pisët. Kaq e thjeshtë. Pra, për ta rikthyer edhe një herë për publikun, ky draft, ky ligj, zoti Vasili, do të përfshijë dhe gjithë këto koncencione që përfundojnë apo nuk e di se çfarë në shëndetësi në këtë shoqëri shtetërore. Tani ky në radhë parë ka qëllim që të gjitha spitalet, të tëra spitalet, çfarë kanë me të tëra material, barna materiale mjekësore, bëhet fjalë për një sasi shumë të rëndësishme lekësh, bëhet fjalë për miliona euro, ti ketë në dorë, në radhë parë ka zgjitur ligji kompetencë, që i kemi ne tani, nuk i keni më ju. Se normalisht, po të kishin, ti më referove në fillim të thesi ish ministër. Po, patjetër. Po të them çfarë kam bërë unë, që të mos më thot asnjë tjetër, apo të komentojë në një nga ta komentuesit patronazhistë, thotë çfarë thua ti dhe nuk që se ke bërë vetë. Kur bëra ministri i shëndetësisë në 2009, në fund të shtatorit, veprimi i parë që ndërmora ishte decentralizimi i blerjes së barnave. Nuk blinte më Ministria e Shëndetësisë asnjë lek bar. Asnjë. Por i kishin spitalet. I merrnin sipas nevojave, u jepi fondet bara dhe sipas shërbimeve prokuronin. Të vetëm detyrim që kishin që një sasi barnash të caktuar, që ishin barnat e urgjencës atjera, ishin detyrim që do t'i kishin me patjetër. Ndërsa jo të blenim ne, po prap vetë do t'i blenin, po nuk mund të mungonin. Por të tjera do thoshin nëse ke më shumë kirurgji bli më shumë, nëse ke më shumë për patologji bli më shumë, administroj sipas nevojave të tyre. Dhe deri ditën e fundit që kam qenë ministër 3 vjet, Ministria e Shëndetësisë nuk bleu asnjë bar. Vet. Zero. Çfarë ndodhi? Administrimi që është shumë më i mirë, barë spitalet morën përgjegjësi mbi vete. Nuk mund të vinin të ankoheshin në ministri që na i vononi ju, që ju na i prokuroni, ju na i bëri, dhe në fund kishin dhe ne drejt të kërkonim atyre llogari për gatishmërinë apo të qanim hallet me ta. Kur u kthye sërish kjo që ndeloj ministria? Kjo u kthye në fund kur me të ardhjen e këtyre, menjëherë sapo këta erdhën në pushtet, në Partia Socialiste, direkt i ktheu, i përqendroi dhe pra që nga 2013-a? 2013-a u bë në mënyrë absolute kjo gjë që këto të gjitha i merrin ato, edhe ju e kuptoni. Edhe pyetja është do bëni një shqiptar. Po ja, ku e kemi një model? Vërtet në gjithë pluralizmin të 3 vjet janë vetë. Ai erdhi në e keq shëndetësisë apo erdhi e mira? Bile, kjo është për t'i dhënë kripi që kemi misionin. Dhe këta socialistët u çan atëherë që bënin komisione hetimore, bënin kështu hetim parlamentar andaj që të gjenin, por ne s'kishim nevojë të binin barna. Sepse ishin spitalet, ishin përgjegjës për çdo gjë. Dhe çfarë bëri kjo? Kjo e para punës sigurisht ulte shumë edhe për elementet e korrupsionit, se çdo vlerë e përqendruar ka korrupsion shumë të madh, sepse kështu është e decentralizuar, është më e kontrolluar, janë më të ekspozuar ndaj përgjegjësive ata, dhe çfarë i erdhën vetëm të mira. Po pse s'u pëlqeu këtyre? Se donin të grabisnin, ka që thjesht ishte. Ju shikoni një përplasje, siç po thot, edhe media po shkruan këto ditë mes ministres së shëndetësisë dhe kryeministrit për këtë draft, se mediat shkojnë deri aty që i është lënë afat fundi gushtit, shtatori. Në mirë kuptimin tënd, përderisa janë informacione të pakonfirmuara. Prandaj unë u referova medias, nuk e kemi të. Unë po them ti gjë. Po them unë flas vetë parë. Po të kisha qenë ministër, patjetër do të kisha dhënë dorëheqjen në mënyrë të menjëhershme, nuk do pranohet bashkëtoja asnjë sekond me këtë. Se ma dha të përgjigjen e pyetjes që do ta vijoja unë, kështu që e zaurova edhe këtë pjesë. Në mënyrë absolute nuk do ta pranoja. Pra po të ishit ministër nuk do ta pranonit këtë draft. Bile, edhe gjithë mënyrën se si kanë ideuar këta, edhe ju e dini edhe për shëndetësinë falas, ishte e premtimi fantazmagorik, ne ishim në aleancë politike me këta, 2013, dhe unë kam qenë publikisht edhe në studio tua edhe kudo haptas kundër kësaj mashtrimi, shumë të poshtër si mashtrim, ishte imponuar sepse kishin shumicë në qeveri, por unë personalisht kam qenë gjithmonë kundër, pse? Sepse nuk mund të them pro, kur profesioni më tregon qartë që ky është një dështim i paremëruar, por këtyre
u duhet krijoni këtë demagogji, që të merrni gjithçka në duart e tyre dhe të kishim mundësi të grabisnin ta ktheni shëndetësinë nga një në detyrim për dhënë shërbim në një mundësi pasurimi për veten e tyre. Ky draft, ky projekt ligj do të jetë një nga çështjet e nxehta të shtatorit, ndërkohë është paralajmëruar edhe ajo e reformës së njëanshme administrative territoriale, sepse komisioni të një ndërprerje fare të vogël. Po. Edhe për blerjet e përqendruara që bën te Ministria e Brendshme. Apo jo, keni dëgjuar. Çfarë ndodhi me treguesët e korrupsionit? A ikën lart? Si ka mundësi që këta përqendrojnë, bëjnë instrumenta të reja, i përqendrojnë dhe korrupsioni vetëm ngjitet. Ti mendon që bën një reformë të tillë, sigurisht të tregues do të bie. Pra të gjithë këto përqendrime që bëjnë këta, vetëm ka një qëllim, po më thoni, korrupsionin. Jo, e të provuar, sepse thash, mora një shembull të provuar. Që kanë bërë ata, i keni parë që gjithë tendrat janë shumica e tyre i kanë në SPAK ku diun ke prokurori. Edhe në hetim. Si, edhe në hetim. Kaq. Ja, kjo do të jetë një nga çështjet e nxehta të shtatorit, po ashtu edhe reforma administrative territoriale e njëanshme. Nuk patëm një draft të komisionit të posaçëm parlamentar. Në finale Partia Socialiste propozoi shkrirjen e 15 bashkive nga 61, demokratët kërkojnë 39 më shumë nga 61 që kemi aktualisht.